po ngrisin zërin edhe në publik? Po, problemet e lidhën demokratike të Kosovës nuk janë probleme të ditës së sotme, janë probleme të akumuluara ndoshta për një periudhë pak më gjatë, disa vjeçare, sidomos në këtë periudhën me këtë leadershipin aktual. Dhe sot në lidhën demokratike të Kosovës ka vlime të natyrave të ndryshme, por nuk mund të konceptuohet kjo si një luftë mes individe. Në lidhën demokratike të Kosovës mendoj se sot ka një luftë konceptesh, një luftë idesh dhe një luftë rreth asaj sa duhet të respektohet institucioni i përgjithësisë edhe statuti i lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse i referohemi kësaj, atëherë normalisht se ka një rrymë, ta quaj ashtu, disa individ të përbashkuar, kryesisht janë ky grupi i njerëzve të ardhur në LDK nga subjekte tjera politike dhe grupi i humzëve, atyre që kanë humbur zgjedhjet brenda subjektit, të cilët insistojnë me çdo... Janë të njëjtit ata që po i quhen? Thuaj se janë të njëjtit, 90%, që insistojnë me çdo kurrë që LDK-ja të mbetet kështu si është, mos ketë ndryshimet, mos ketë institucion të përgjithësisë, dhe kemi antarësinë e LDK-s në anën tjetër, strukturat e LDK-s që janë shtrirë në gjithë Kosovën, nuk do të identifikoj me emra tani, që kërkojnë që Zoti Abdi Gjiku, kryetari aktual i LDK-s, për shkak të rezultateve të dobta, performancës së dobët dhe keq menaxhimit për një periudhë të caktuar të jep dorëheqje. Gjë që ai në një formë e ka bërë, por më shumë ka qenë lojë fjalësh sesa një akt i vërtet moral i përgjithësisë, sepse nuk mund thuash po jep dorëheqje dhe po e dërgoj në kuvend, sepse kuvendi nuk miraton dorëheqje. Kuvendit i shkon me dorëheqje dhe është akt i kryer. Kuvendi vetëm në atë moment e zgjedh kryetarin e ri. Prandaj ky veprim i Zotit Abdi Gjiku është në kundërshtim me vetë statutin e LDK-s edhe me vetë natyrën dhe filozofinë politike e LDK-s. Ky institucion i përgjithësisht është instaluar në LDK në 2021. Shon rrugë. Sikur sot flisnim për rezultate të mira, për një maksimalizim të shifrave në LDK, atëherë meritja do i shkonte normalisht leadershipit. Kush nga këto dy grupe është, le të themi, cili është grupi më i madh? Ata që po kërkojnë përgjegjësi, llogaridhënie dhe dorëheqje nga Zoti Abdi Gjiku, apo ata që po e mbështesin dhe kërkojnë që të mos ketë ndryshim? Po, politika mbi gjitha është shifra. Në fund shprehet në numra matematikor, po nuk mund të flasim në këtë moment për atë se kush është më i madh apo kush është më i vogël. Mund të flasim kush e ka më mirë, kush e ka më drejt. Dhe gjithmonë zëri i arsyes është tek antarësia e LDK-s dhe të njerëzit që bojnë barrën dhe përgjegjësinë e punës tash e dekada të tëra, edhe të brezi më i ri i strukturave edhe të brezi vjetër. Prandaj edhe ajo lufta që mundohet me u paraqit si luftë brezash nuk është e saktë. Në LDK ka luftë konceptesh. Atyre që synojnë që LDK-ja të kontrollohet, të menaxhohet nga njerëz të papërgjegjshëm, që vendimarrja u vjen nga jashtë partisë, dhe atyre që kanë besim edhe filozofi politike LDK-n. Prandaj këtë fazë mendoj se është herë të flitet për atë kush është cili grup më i madh apo cili më i vogël, por sepse është thjesht është një luftë konceptesh edhe luftë idesh. Mund t'i kthemi kësaj luftës së koncepteve, por profesor, mënyra se si Zoti Abdi Gjiku ofroi dorëheqjen nxiti debat. Jo, unë... Disa madje nuk e quajnë dorëheqje, por përpjekje për të fituar besimin ose për të lobuar derisa të vi dita e kuvendit. Sidoqoftë unë ato që ka tha parafolsi, e tha ma tepër si luftë për pushtet dhe persona, jo luftë për koncepte. Më dukt mua ashtu. Shikoni, është kategoria respektivisht akti i dorëheqjes është akt moral. Nuk ka regulativ të posaçme apo e reguluar me normë kjo çështje. Derisa është çështje e aktit moral, atë veprim apo atë sjellje që e bën kryetari aktual, faktikisht nuk ka ndonjë forcë legale që mund t'i thotë duhesh ta bësh kështu apo kështu. Më tepër është në ndërgjegjen e tij politike. Sepse nuk po masim këtu ndërgjegjet personale të njerëzve, sepse mund të kenë personalitetet të ndryshme në jetën sociale, kurse kur hyn në politikë mund të ndronë sjelljen dhe ka një sjellje krejtësisht politike. Kur është këtu çështja te kryetari i LDK-s, ky aktual, faktikisht ai ka përdor atë shprehje, respektivisht atë akt të sjelljes së tij, por në një mënyrë edhe në aspektin lingvistik, edhe në aspektin përmbajtësor, nuk nënkupton dorëheqje.
sepse të ofrosh dorëheqje, të ofrosh dhe të japish janë dy koncepte, këta gjyqtarët mund të më kontrollojnë nëse po bëj gabim. Faktikisht të ofrosh dorëheqje, hapësira manevruese është shumë e madhe.